Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Konsumoni 10 kokra qershi çdo mëngjes dhe do kuroni një nga problemet më të mëdha të moshat mbi 50 vjeç. Qershit njihen si një nga elementet më të rëndësishëm për të përfshirë në dietën tuaj, ku qershori është muaji i tyre. Ato janë shumë të dobishme për shëndet sepse përmirësojnë gjumin, heqin gjithashtu dhjamin e barkut, mbrojnë në gështur shëndetin e zemrës dhe kanë përfitime të larta shëndetësore për ju dhe për organizmin tuaj. Ky frut përbëhet nga 82% ujë. Gjithashtu ai ka 16% karbohidrate, 1% proteinë dhe praktikisht ka vetëm pak yndyrna, dhe kështu do të ndikojë pozitivisht në shëndetin tuaj dhe mbajtjen larg të këtyre problemeve. Përfitime shëndetësore bazohen në përmbajtjen e pasur të vitaminës A, B1, B2, C, mineraleve si kalciumi, hekuri, kaliumi, fosfori, jodi e të tjera. Gjithashtu edhe elementeve ushqyes që ajo i përmban. Qershit mbrojnë gjithashtu kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Qershit kanë një indeks glicemik prej 22, më të ulët se kajsit, rrushi, pjeshka, boronicat, që i bën ato një zgjidhje të shkëlqyer edhe për personat që vuajnë nga diabeti, vetëm se duhet i konsumoni në masën e duhur. Qershit janë në një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që tashmë vuajnë nga shqetësimet e gjumit, duke ndikuar kështu në rritjen e përfitimeve të tij. Sipas ullëtimeve, lëngu i qershive stimulon prodhimin e melatoninës të nevojshme për një gjumë të shëndetshëm dhe më komod. Ajo ndihmon edhe kundër dhimbjeve të barkut. Qershit ndihmojnë kundër djegjeve të barkut që konfirmohet nga ekspertët si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese edhe për të mbajtur larg problemet që lidhen me këtë shqetësim. Konsumi i qershive do ju lehtësojë problemin dhe do të ndikojë gjithashtu edhe pozitivisht në shëndetin tuaj. Zvogëlojnë sëmundjet që kanë të bëjnë me problemin e Alzheimerit. Qershit janë në një zgjidhje shumë e mirë. Shoqata Alzheimerit i klasifikon qershit si një ushqim shumë i mirë për rritjen e kujtesës, sepse ato janë të pasura kështu me antioksidant dhe do të ndikojnë pozitivisht në rritjen e përfitimeve të tyre. Ndihmojnë në uljen e problemeve të kolesterolit. Antiocianinat, pigmenti që jap ngjyrë qershive, ul nivelin e kolesterolit, presionit të gjakut dhe zvogëlon gjithashtu edhe rrezikun e diabetit. Qershit ju ndihmojnë që të qëndroni akoma dhe më të rinj. Qershit janë të pasur me antioksidantë të cilët ndihmojnë në luftimin e radikaleve të lira dhe përmirësojnë dukshëm edhe lëkurën tuaj, duke sjellë kështu rezultate më të mira në dukjen e saj dhe mbajtjen larg të shqetësimeve që lidhen edhe me problemet e lëkurës. Qershit ju ndihmojnë që të keni muskuj më të shëndetshëm. Ekspertët këshillojnë konsumin e qershive nga personat që merren me sporte pasi do të ndikojë pozitivisht në rritjen e performancës së muskujve të tyre dhe do të mbajë larg shqetësimet që lidhen edhe me trobitjen e muskujve. Nëse doni muskuj më të fortë dhe të përmirësoni gjithashtu shëndetin tuaj, qershit duhet të jenë një zgjidhje përkatëse për këtë aspekt. Ato do të ndikojnë në rritjen e përfitimeve të trupit dhe do të mbajnë larg gjithashtu edhe problemet që lidhen edhe me dëmtimin e muskujve. Qershit janë një mburojë shumë e mirë për shëndetin e zemrës. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e qershive në dietën tuaj, e cila mund të ndikojë pozitivisht në rritjen e përfitimit të shëndetit tuaj kardiak dhe mbajtjen larg të shqetësimeve që lidhen me këtë drejtim. Qershit duhet të jenë pjesë pandare e shëndetit tuaj, kështu do të keni ndikime pozitive për shëndetin falë burimeve të pasura që ato mbajnë si zink, hekur, kalium, mangan. Kaliumi ka efekte pozitive për shëndetin tuaj të zemrës, ndaj edhe ekspertët këshillojnë përdorimin e qershive si një zgjidhje mjaft e pasur me këtë element të veçantë, duke ndikuar kështu në rritjen e performancës së trupit dhe mbajtjen larg të një sër problemesh që lidhen me shëndetin kardiak. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e 10 deri në 20 kokra qershi çdo ditë, sidomos kur është sezoni i tyre nga maj deri në fund të qershorit, fillim të korrikut.
Kështu qershit duhet të jenë pjesë e pandarë për të përfshirë në dietën tuaj dhe du të rrisin gjithashtu përfitimet të trupit dhe të mbajnë larg komplikacionet. Qershit kanë veti të mira anti-inflamatore. Në sajt e efekteve të forta anti-inflamatore, frutat e kuqe në përgjithësi paraqiten si aleate të mira për dhimbjet e kyçeve. Të pasur me antioksidant, ky frut parandalon oksidimin e qelizave që i shoqëron proceset inflamatore dhe kështu ndikojnë edhe në rritjen e përfitimeve të trupit. Nëse doni të përmirësoni shëndetin dhe të mbani larg problemet inflamatore, qershit duhet të jenë një zgjidhje e pandarë për dietën tuaj. Qershit do të stimulojnë gjithashtu edhe procesin e tretjes dhe do ju ndihmojnë kundër shqetësimeve që lidhen me këtë aspekt. Përmes acideve të tyre mbrojtëse dhe sheqerit frutor, qershit stimulojnë punën e lukthit, zorëve dhe pankreasit dhe stimulojnë gjithashtu edhe sistemin tretës. Qershit nxjerrin ujin nga trupi dhe kështu lehtësojnë sistemin e zemrës dhe qarkullimit të gjakut dhe aktivizojnë mëlçin dhe gjithashtu veshkat tuaja. Ky frut pastron veshkat nga kanalet urinare duke i mbajtur më të pastra dhe gjithashtu mban larg problemet që lidhen në këtë drejtim. Qershit ju ndihmojnë të mbroheni edhe kundër problemeve të radikaleve të lira. Ato janë të mira kundër shqetësimit të rrullave dhe gjithashtu problemit të plakjes. Qershit i rekomanduar njerëzve që vuajnë nga astma dhe alergjit, si dhe ato që duan të kenë një lëkurë më të bukur dhe më të shëndetshme. Konsumi i vazhdueshëm i këtij fruti do të japë rezultate pozitive në mbrojtjen e shëndetit dhe mbajtjen larg të këtyre komplikacioneve. Nëse doni një gjumë më të shëndetshëm, atëherë qershit duhet të përfshihen me patjetër në dietën tuaj. Qershit përmbajnë antioksidantin melatonin, i cili qetëson sistemin nervor dhe kështu ndihmon edhe kundër nervozizmit, pagjumësisë dhe dhimbjeve të kokës. Në fakt, ndihmon në ruajtjen e bioritmit tuaj stabil dhe të saktë. Gjithashtu shkencëtarët nga Universiteti Louisianës kanë zbuluar se lëngu natyral i qershive ndihmon për një gjumë më të rehatshëm, mban larg problemet të tij dhe gjithashtu do të ndikojë pozitivisht në rritjen e vlerave të trupit. Qershit janë një frut shumë i mirë edhe për personat që duan të humbasin peshën e tyre trupore. Kështu do të sjellin rezultate të kënaqshme në mbrojtjen e peshës suaj. Qershit kanë pak yndyrë dhe kalori të ulët. Në 100 gram ka vetëm 63 kalori dhe është një ushqim i shkëlqyer nëse jeni me dietë. Për shkak të përqindjes së lartë të ujit dhe kalorive të pakta, qershit ndihmojnë në humbjen e peshës. Falë fibrave dhe pektinës, këto fruta krijojnë ndjesinë e ngopjes. Ashtu si shumica e frutave, qershit kanë kalium kurse kanë pak natrium, gjë që ndihmon në largimin e ujit të trupit. Ulëntuesit e Universitetit të Michiganit thonë se qershit përmbajnë antiocianine që zvogëlojnë sasinë e yndyrës trupore dhe gjithashtu ulin problemet të tij. Nëse doni të përmirësoni shëndetin dhe të mbani larg këto shqetësime, qershit duhet t'i keni një zgjidhje mjaft të mirë për dietën tuaj. Antiocianinat të qershit veprojnë si agent anti-inflamator, duke vepruar edhe në bllokimin e enzimave të dëmshme. Fruti i qershive përmban përbërës të cilët ndihmojnë në lehtësimin e problemeve që lidhen me cilësinë e gjumit dhe gjithashtu ndikojnë në përmirësimin e performancës së trurit tuaj. Qershit përmbajnë vitaminën C, vitaminën A dhe potas, por në përgjithësi ato përmbajnë edhe minerale, polifenole dhe fibra. Ato ndihmojnë në funksionin e aparatit tretës dhe kanë efekte të mira anti-inflamatore. Vlerat e larta ushqyese që ky frut i përmban e bëjnë atë një aleat të çmuar për mbrojtjen e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të përfitoni më shumë nga ky frut, konsumojeni vazhdimisht brenda normës për dietën tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.